Të dashur shqiptar, arkeologët më të mirë amerikan, austriak, italian, anglez dhe gjerman kanë ardhur në Apolloni për të parë një mbishkrim varri të gjetur në vitin 1970. Varri në Apolloni ka një gur të madhërishëm dhe në këtë gur është shkruar emri i personit të varrosur aty. Ky emër quhet Xenaristas. Kanë thirrur ekspertët më të mirë të Greqisë së lashtë dhe nuk e kanë gjetur dot. Kokat më të mëdha të universiteteve më të mira të botës. Kjo për arsyen sepse ky emër nuk është shkruar me një alfabet të zakonshëm. Ky emër është shkruar me alfabetin e Tyrinsit. Çfarë është alfabeti i Tyrinsit? Është një alfabet i çuditshëm në të cilin janë kombinuar alfabetet të tjera të dialekteve të tjera helene dhe ky quhet alfabeti pellazgjik. E përsëris. Nga helenët, kjo gjuhë cilësohet gjuhë e panjohur dhe fjala Xenaristas nuk ekziston në asnjë dialekt grek. Mirë po, unë vi nga Penestia. Dibra është quajtur Penestia dhe dibranët janë quajtur fisi më i madh i lirë Penestai. Fjala Penestai është krijuar nga një model i Aristotelit politik, Penesteia. Është emër abstrakt i Aristotelit. Dhe Penestai është gjetur vetëm në numrin shumës dhe do të thotë banorët e Penesteisë. Nuk është në greqisht, është gjetur vetëm në Dibër. Penestai është gjetur në Dibër, është gjetur dhe atje ku quhen Pellazgët në Thesali. Pra është e njëjta popullsi, Pellazge në Thesali dhe Pellazge në Dibër, që quhet Penestai. Penesteia vjen nga fjala penes, që do të thotë punë në gjuhën greke. Por fjala Penestai nuk ekziston në greqisht, është vetëm në ilirisht. Në gjuhën ilire krijohen emra me mbaresën stas në emërore dhe stai në emërore por në shumës. Ky është zbulimi im. Kuptohet duke përdorur inteligjencën kompjuterike, se përderisa nuk e gjenin dot akademikët më të mirë se si do ta gjeja unë. Në të njëjtën mënyrë se si u krijua fjala Penestai, që është gjetur vetëm në shumës, dhe në njerëz do të ishte Penestas, por nuk është gjetur asnjëherë, vetëm shumësi, sklevrit, penestët, dibranët dhe pellazgët, thesalianët, atëherë sipas këtij modeli, unë rindërtoj fjalën Xenaristai. Pra, është gjetur vetëm Xenaristas në njëjës, në Apolloni, dhe grekët nuk e dinë çfarë është. Dhe është gjetur vetëm në shumës Penestai në Dibër dhe në Thesali. Por unë e kam gjetur që vjen nga fjala Penesteia, emër abstrakt i përdorur vetëm një herë nga Aristoteli. Pra ilirët duhet të kenë lexuar Aristotelin për të krijuar fjalën Penestai për emrin e fisit të tyre. Ka kuptimin skllavëria. Por mund të ketë marrë kuptime të tjera në gjuhën ilire, ne e dim që shumë fjalë helene në gjuhën ilire dhe në shqip kanë kuptime të tjera. Dhe tani, Xenaristas, sipas këtij modeli, ka prapashtesën stas, një lloj si Penestas. Atëherë, kjo është shumë e lehtë për të gjetur çfarë kuptimi ka.
Ksenari, të dashur shqiptar, është rosaku. Është fjalë për këdhelse e gjetur vetëm një herë, ksenarion, do të thotë rosak i vogël. Në gjuhën ilire. Ksenas është rosa në greqisht. Ksenarion është në ilirisht, sepse është ndërtuar me prapashtesë latine, arion. Nuk është prapashtesë greke, arion, nga arios. Ka kuptimin ai që përket diçkaje. Pra, ksenarion është rosak i bukur i vogël dhe ksenaristas është ai që ushqen rosat, është një lloj sklavi. Prandaj nuk është i përhapur tek grekët ky emër. Pra një lloj si penestas nga penes, edhe ksenaristas është krijuar nga ksenaris, nga ksenarion. Zbulimi im. Sot është ora 12:14 e natës. Të gjithë po flen dhe jam të mëruar nga zërim, kam zgjuar të gjithë shkallën. Por ja vlen. Tani duhet kemi parasysh që polakët janë njerëz shumë të mirë. Të kisha gërthitur unë kështu në Shqipëri, do kishin ardhur me dru, do më kishin rrahur këmshint. Por këtu këmshint janë shumë të mirë dhe e din që kur unë bëj zbulime, kështu bërtas, nga gëzimi. Dhe është zbulimi i madh. Pra ky zbulim ka dy aspekte. E para, që se ka gjetur njëri para meje, e kam gjetur unë. Çfarë kuptimi ka? Që nga viti 1970 ky zbulim. Nuk është vendosur në asnjë nga universitetet amerikane sepse ata nuk din ta shpjegojnë dhe nuk e kanë marrë këtë fjalë. Problemi tjetër është se shkruhet me një alfabet që universitetet amerikane nuk e kanë të deshifruar. Sepse në universitetet amerikane çdo mbishkrim helen është kthyer në greqishte standarde të shekullit të 5 para erëson. Ky var është i shekullit të 8 para erëson, në momentin kur alfabeti fenikas shpërtheu në variante të ndryshme në Iliri dhe në Greqi. Ky është varianti i lirë. Është emri një njeriu të zakonshëm që ushqen të rosat. Pra, ose është gjuetar rosash, ose ushqyes rosash. Ksenaristas. Dhe është një funksion sklevrish. Prandaj nuk është përhapur në gjuhën greke dhe nuk njihet nga grekët. Është emri i Ilirit të varrosur aty. Bir o bir, çfarë zbulimi i madh. Shikoni vetë sepse të luani nga mend e kokës kur ta shikoni çfarë kam zbuluar. Të dashur shqiptar, emri në fjalë është pikërisht këtu, do ta shënoj në kompjuter. Ju do habiteni, ju do thrisni grek minoritar që do thonë që janë këto shkronja, këto nuk janë shkronja greke, është e vërtet. Këto janë shkronja shumë arkaike, ky është shkrimi i ngjashëm i gjetur në Tyrins. Konsiderohej një mbishkrim i ardhur nga Kreta, por nuk është i Kretës, është i lirë. Është kombinimi i variantit të Kretës dhe i variantit të Korinthit. Është një alfabet i panjohur nga askush. Gabimisht është të quajtur alfabeti i Korinthit, nuk është. Kjo shkronjë që duket si B është një e gjatë. Dhe kjo është gjetur vetëm në Tyrins. Dhe kjo është gjetur me ndihmën e inteligjencës kompjuterike mbas vitit 2025. Përpara këtij viti nuk do ishte bërë kur ky zbulim. Asnjëherë në jetë të jetëve. Unë e gjej këtë zbulim në një revistë shkencore, arkeologjike, dhe prandaj e gjeta emrin në greqisht.
sepse emri në greqisht është me e të gjatë. Eta, ndërsa në variantin e Korintit është një e shkurtër, epsilon. Prandaj nuk e gjeni dot grekët, sepse ata mendojnë gjithmonë sipas standardit të greqishtes arkaike, që është marrë pastaj nga të gjitha universitetet amerikane. Pra, edhe amerikanët nuk e dinin që kjo është një e gjatë, kjo shkronjë që duket si B, shkronja e dytë. Shkronja e parë që duket si I është KS. Pastaj shkronjat e tjera janë të dallueshme. E treta është N, pastaj është A, pastaj është R, duket si P, por është R, dhe kjo është një I e çuditshme e gjetur gjithashtu vetëm në mbishkrimin e Tyrinsit. Pra duket si një S, por është I. Pastaj është një gërm tjetër që duket si M, por shqiptohet TS ose si C. Gjuha greke nuk e ka tingullin C, as Ç, e ka vetëm gjuha shqipe. Unë kujtoja se këto tinguj vinin nga gjuhat slave, por ekzistojnë në gjuhën e Tyrinsit, të pellazgëve në Thesali dhe të pellazgëve në Dibër. Pra unë s'kam besuar kur tek pellazgët, po ja pra që në fakt pellazgët e Thesalis dhe pellazgët e Dibrës u kthyen në sklever nga grekërit, në penest, e tmerrshme. Tingulli tjetër është T, tingulli tjetër është shumë i dallueshëm A, dhe tingulli i fundit është gjithashtu C ose S, që nuk ekziston në greqisht, duhet ishte vetëm S. Kjo shkruheshte si M e përmbysur. Pra kemi kombinimin e alfabetit të Korintit dhe alfabetit të Kretës dhe alfabetit të Tyrinsit. Pra janë përzier 2 ose 3 alfabete dhe ky është alfabeti i ilirëve në Apolloni. Merri frymthell. Unë e bëra këtë zbulim, sepse vetëm në Tyrins, kjo gërm që duket si B, në fakt, qëndron për tingullin e të gjatë. Çka ka ndodhur? Ky ishte momenti kur akoma nuk ishte stabilizuar alfabeti helen. Pra kishte variante të ndryshme që nuk ekzistojnë më. Ky variant s'është përdorur më kurrë, është përdorur pra vetëm një herë në këtë varr të këtij lirit. Dhe ka kuptimin kujdestar rosash, fjalë për fjalë, nga fjala ksenari rosa, në greqishtën e lashtë. Ksenas është në greqisht, por ksenarion është fjalë për këdhelse. Dhe është me prapashtesën latine arios dhe arion, që ka hyrë në greqisht nëpërmjet ilirishtes. A e kuptoni çfarë zbulimi kam bërë apo jo? Asnjë njeri në botë, kërkojeni në internet, nuk e ka ditur deri më sot çfarë do thotë ksenaristas, sepse mendonin që ishte me një e të shkurtër, epsilon. Ata që din greqisht e kuptojnë menjëherë se ku e kanë fjalën. Dhe duke kujtuar që ishte një e shkurtër, sepse ashtu përdoret në Korinth si një e shkurtër, vetëm kur e dallon që është një e gjatë e përdorur në Tyrins, pikërisht aty ku gjeten arvanitasit edhe sot e kësaj dite, në atë pjesë të Greqisë, ka akoma arvanitas në këtë vend. Madje do të shikojmë në një film tjetër, këtë mënyrë shkrimi e ka gjetur një oficer arvanitas në Tyrins. Ju betohem, është për të qarë. Dhe duke kërkuar emrin e tij me mbriemrin Arvanita Pulos, unë desh lueta nga mend e kokës, që është pikërisht një arvanitas që gjeti këtë alfabet të Tyrinsit, dhe krejt pa dashur pra pash atje që kjo është e gjatë dhe jo e shkurtër. Prandaj në helenisht kjo
sot do të lexoshte Xinaristas, sepse eja e gjatë është bërë i në greqishtën e sotme. Pra një grek i sotëm nuk do e kuptonte kurrë këtë fjalë në jetë të jetëve, vetëm një shqiptar. Por një shqiptar i veçantë, shumë i veçantë, besoj se e kuptoni. Mua nuk ma merrte mendja kurrën e kurrës që unë do t'isha i aftë të bëja një zbulim që vetë akademikët grek nuk e kanë bërë dot deri tani. Në qoftë se kjo pllak ekziston gjikundi, sot do ta ketë vlerën mbi $1 milion, sepse është mbishkrimi vetëm me këtë alfabet, është alfabeti i përzier i Tyrinsit dhe i Korinthit në Apolloni. Autorët më të mirë austriak, gjerman, italian, anglez, amerikan kanë kërkuar me vite të tëra se kanë gjetur dot, sepse mendonin që Xenaristas është shkruar me një e të shkurtër epsilon. Nuk e dinin ata që mund të ishte përzier shkrimi i Korintit me shkrimin e Tyrinsit. Ky është një alfabet tjetër që ata nuk e njohin. Prandaj, dhe ajo gërma si B është e gjatë vetëm në Tyrins. Dhe këtë ka gjetur një Arvanitas. Një oficer Arvanitas. Ku është varri i tij, ne duhet vendosim atje diamante. Por unë s'kam vdekur akoma, dhe ndonjë diamant mund të ma dërgoni dhe mua po deshët, sepse e meritoj. Unë kam fituar pa vdeksin që më duhen mua parat. Unë i varfër do vdes, e di. Por këtë zbulim e kam bërë krejt papritur, duke kërkuar emrin e këtij Arvanitasit në Tyrins. E pabesueshme. Pik. Çmenduri, kjo që ka ndodhur. Alfabeti i Fenikas ka evoluar në Apolloni, në një drejtim komplet tjetër të panjohur për grekët, dhe në greqisht pra nuk është kjo prapashtesë, stas, në njëjës, është vetëm në shumës, penestai, që në njëjës do të ishte stas. Në fund të çdo emri në emrore. Është në penestas, dibran, sklav, dhe Xenaristas. Një njeri që merret me rosat. Kujt ja merrte mendja? Një profesion shumë i rëndomt. Prandaj grekët nuk e kanë ditur. Nuk është emri i ndonjë mbreti, ndonjë aristokrati, është një njeri i zakonshëm fare, me një alfabet çuditshëm të përzier të Tyrinsit dhe të Korinthit në Apolloni. E shikoni, me kë keni të bëni me çfarë giganti. Ju lutem, ata që njohin njerëzit e mi, ju lutem, flisni pak me njerëzit e mi, sepse nuk e din se çfarë djali kanë, se çfarë nipi kanë. Nuk e din. Nuk e kanë iden çfarë titani që kanë, dhe që duhet jenë krenar për mua. E tmerrshme. Unë të gjitha këto filme kam bërë për familjen time, që ata të jenë krenar për mua. Dhe janë krenar për mua njerëz që unë nuk i njoh. Nga Gjermania, nga Italia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Anglia, më vin letra urimi. Jo nga familja ime, asnjë vetme. Më duket vetja sikur më kanë mohuar. E tmerrshme. Pra ju lutem, flisni me ta dhe ju thoni se çfarë zbulimi i madh është emri i një personi që merret me rosat, emri i një iliri që nuk ekziston në asnjë variant të asnjë dialekti grek. Pra ilirët kanë folur dialektin epik, sepse ky emër është shkruar pa formën e trajtës së shquar. E tmerrshme. Çfarë zbulimi i madh dhe që njerëzit e mi nuk e din. Megjithëse ka internet, megjithëse ka televizion, gazeta, email, njerëzit e mi nuk e din. Çfarë zbulimi i madh është ky? Kjo është tragjedia ime personale. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.